Ky vendim detyroi një numër vendesh antare të Bashkimit Evropian që të blokojnë raportin më të rëndësishëm, de facto progresin drejt integrimit. Raporti IBAR, apo raporti mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve, në të cilin vlerësohet përparimi në sundimin e ligjit, në sistemin gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, në 2 kapitujt më themelor të procesit integrimit, kapitull 23 dhe 24, për negociatat, në rast në Shqipërisë mbeti në klasë. Për ata të cilët bëjnë fjalë se procesi vazhdon, mund të informoj çdo shqiptar se derisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian të mos e miratojnë në mënyrë unanime raportin e standardeve apo raportin IBAR, Shqipëria nuk do mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve. Kjo është e vërteta. Pra Shqipëria është e bllokuar, është vend numro, nuk ecën dot përpara. Dhe ky raport është unanim, don miratim unanim. Pra, shqiptarët ta kenë të qartë se Edi Rama, me vendimin që mori për të mbrojtur veten e tij, duke bllokuar arrestimin e Lubi Ballukut me parlament, bllokoi de facto procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Bëj këtë sqarim për mediat. Me lutjen që ta përcjellin në mënyrë korrekte. Këto janë shpjegimet dhe komentet që bën përfaqësues të Komisionit Evropian për radion Europa e Lirë, në mënyrë që qytetarët e Shqipërisë mos mund të mashtrohen nga propaganda e Edi Ramës, dhe ata të Serbisë nga propaganda e Aleksandar Vučić, apo ata të Malit Zi nga tjetër propagandë. Por e vërteta është që IBAR për Malin e Zi kaloi pozitivisht. U votua unanimisht raporti i standardeve. Raporti i standardeve, vlerësimit standardeve për Shqipërinë, për shkak të kthimit mbrapa të Shqipërisë, nuk u votua dhe kërkon votim unanim. Janë disa vende, jo një vend, që kundërshtojnë në mënyrë të prerë pas vendimit të Edi Ramës për të asgjësuar sistemin e drejtësisë. Të marrim përpjekjet e Edi Ramës për të hequr dorë dhe për të antarësuar si vend antar i dorës së dytë, jo me të drejtat plota në Bashkimin Evropian. Dhe këtu shqiptarët duhet ta dinë se në Bashkimin Evropian nuk ekzistojnë antarë të dorës parë dhe të dytë. Sigurisht,
janë vendet kryesore që kanë peshën më të madhe, por e vërteta është se këto në tryezën e vendimeve nuk ulen si të barabartë të gjitha vendet dhe asnjë nuk ulet si dorës para apo dorës dytë. Për Bashkimin Evropian nuk ekziston kuadër ligjor për antarësime të dorës së dytë. Dhe për të miratuar ky kuadër ligjor duhet votojnë të gjitha vendet. Pra, përpjekja Rama-Vučić është thjesht një përpjekje turpshme për të cilën ata dëshmojnë se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesa kombëtare, dinjitetin kombëtar për pushtetin e tyre. Dhe nuk ka absolutisht pothuajse asnjë mundësi që të pranohet si alternativë. Nuk ekziston kuadër ligjor. Por, dhe në rast se do ekzistonte një kuadër ligjor, Edi Rama mendon se me drejtësinë e kontrolluar prej tij, ai mund të përfiton të antarësimin si vendi dorës dytë. Jo absolutisht. Sepse shteti ligjor dhe funksionimi i tij janë kushte themelore për të qenë pjesë e hapësirës Bashkimit Evropian. Hiq dorë nga votat, është puna jote, vetë poshtrim. Zhvillo farsë elektorale. Nuk pranohesh. Nuk ka shtet ligjor pa zgjedhje të lira. Nuk ka shtet ligjor pa drejtësi të pavarur. Nuk mund të jesh hapësirë, nuk mund të jesh në hapësirën europiane. Sepse interesat europiane në këtë hapësirë janë të tilla që duhet funksionojë ligji dhe drejtësia. Pra, edhe letra famëze